Përshëndetje, mirë se vini miq. Republika e Maqedonisë së Veriut. Viti 2001. Konflikt, luftë mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Pastaj, armë pushim, rramje dakord e të dy palëve me presion nga ndërkombëtarët që të nënshkruhet një marrëveshje paqeje. E ashtu quajtura marrëveshja e Ohrit e vitit 2001, në të cilën me garanci ndërkombëtare pala maqedonase, slavo-maqedonase, obligohet që shqiptarëve etnik, të cilët përbëjnë 30% ose mbi 30% të popullsisë së përgjithshme në Maqedoni, të rikthehen ose të jepen të drejtat etnike, autoktone që ju takojnë. Mirë, shkurt, në këtë marrëveshje mes tjerash, është edhe ligji që parasheh që gjuha shqipe në Maqedoninë e Veriut të jetë zyrtare. Ka zëra të cilët thonë se akoma pa u nënshkruajt marrëveshja, njëra nga pala shqiptare në bisedime, ju mund të hini dhe të bëni reshershe dhe të hulumtoni e të kërkoni në internet dhe duhet gjeni kush kanë qenë ata, të cilët akoma pa u nënshkruajt marrëveshja, por që bisedimet kanë qenë në zhvillimet sipër, pranon që gjuha shqipe të mos shtrihet në gjithë territorin e Maqedonisë, po vetëm atje ku shqiptarët përbëjnë shumicë. Gabimi numër 1. Gabimi 2, gjithnjë kjo palë nga ana e palës shqiptare nuk ka kërkuar ose është tërhequr nga kërkesa që policia ose po mirë, policia le të themi, ajo pjesa e njësia Ministrisë së Punëve të Brendshme në territoret ku janë shqiptarët shumicë, jo me dojë mos të jetë e administruar, e udhëhequr direkt nga pushteti lokal. 2 gabime. Mirë. Ligji për zyrtarizimin e gjuhës shqipe sipas dokumenteve që mund të gjenden edhe në internet, është se në vitin 2018, kujdes, në mars të vitit 2018, miratohet ligji për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Dhe ky ligj futet edhe në amandamentin 5 të Kushtetutës së Maqedonisë. Por, çka ndodh? Implementimi i këtij ligji nuk u bë as atëherë, as sot e kësaj dite. Eksponentët politik, të cilët udhëhoqen ose bashkëqeverisen me palën maqedonase për këto 25 vite në Maqedoninë e Veriut, pas marrëveshjes së Ohrit të Këndej, janë të njëjtat figura politike, të cilat sot dalën dhe bëjnë zhurmë, brohoritin, ulurin, flasin në parlamentin e Maqedonisë, gjoja se ata qenë kanë patriot të mëdhenj dhe po luftojnë për çështjen e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Por kjo nuk është kështu. Pse nuk është? Sepse studentët shqiptar në universitetet shqiptare në Republikën e Maqedonisë janë 3-4 universitete sot, të cilët njihen si universitete shtetërore në Republikën e Maqedonisë. Dhe studentët shqiptar, duke mos ju dhënë drejta që ata provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën shqipe, pra që ju mohohet gjuha shqipe,
që provimin e jurisprudencës të japin në gjuhën shqipe, edhe pse të gjitha ligjëratat i kanë dëgjuar, të gjitha provimet i kanë dhënë në gjuhën anëtare, por që provimi i jurisprudencës, e që është krye provimi për të marrë licencën e juristit, nuk u lejohet që të jepet në gjuhën shqipe dhe ç'bën studentët shqiptarë. Ata u organizuan dhe mirë që u organizuan. Zoti ju dhasht atyre fuqi dhe ju dhasht urtësi që të vazhdojnë me protestën, dhe pasi që ata u quan dhe dolën në sheshet e Shkupit dhe atje protestuan dhe demonstruan të drejtën e tyre legjitime natyrore për implementimin e ligjit në fjalë. Nuk kërkojnë ligj të ri. Ata, studentët, nuk kërkojnë ligj të ri në Maqedoni për gjuhën shqipe, por ligji i cili është në fuqi të çka, të zbatohet, të implementohet në praktik gjithandej. Dhe tani dalën eksponent politik, figura politike. Disa deshën edhe u bashkuan atje me protestën e studentëve, por ata u treguan burra dhe nuk i toleruan. I përzun nga tubimi i tyre. Dhe kjo do një duar trokiq. Sepse për 20 vite që bën ata, 20 vite ata e injoruan gjithë këtë padrejtësi, vetëm pse përfituan politikisht, përfituan në kapital privat, shitën dhe morën tendera gjithandej, u pasuruan dhe i mbushën xhepat e veta, u bën që kur hyrën në politik nuk kishin as një lop dhe një dhi, sot kanë ata kapitale dhe voziten në automjete nga më të shtrenjtat në botë dhe posedojnë prona e pasuri të patundshme gjithandej në Republikën e Maqedonisë, sidomos në trojet, në trevat shqiptare, kanë bile edhe qendra tregtare, kanë lloj-lloj biznisesh e komercesh dhe vazhdojnë të trumpetojnë që populli të jau haj, të vazhdoj që të haj politikën e tyre. Kanë formuar, kanë dalë, kanë bërë, kanë organizuar grupe partijake, parlamentare, fraksione politike. Por kush janë? Ata janë të njëjtët, nuk ka figura të reja, dashtë Zoti, unë uroj. Dhe ju bëj thirrje studentëve që të vazhdojnë me protestat e tyre të drejta dhe të mos lejojnë që asnjë nga politikanët e vjetër që bashkangjitet kërkesave të tyre, qoftë direkt, qoftë indirekt, dhe ti keq përdor protestën e studentëve, ta keq përdorin studentët, ta keq përdorin protestën e studentëve, që është e drejt, totale, legjitime, për interesat e tyre politike, këta partijashët. Studentë të nderuar, mos e lejoni këtë. Dhashtë Zoti që ju nga mesi juaj, që ja dilni, që dikur, që një ditë të keni përfaqësuesit e juaj politik, e të formoni organizat të re politike, quani parti politike, quani lëvizje politike, lëvizje studentore, me të cilën do të përfaqësoheni edhe në pushtetin në zgjedhjet e ardhshme në Maqedoni. Dhe mos lejoni që këta pensionistë, këta pleq të amortizuar të politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, që ju manipulojnë, mos e lejoni këtë, se ata janë të njëjtit, ishin edhe dje në pushtet, kanë qenë dje në pushtet, kur janë bërë këto marrëveshje, kur janë nënshkruar këto kontrata, kur janë miratuar këto ligje, kur janë përshëndetur këto ligje në Parlamentin e Maqedonisë. Çka kanë bërë? Këta nuk i kanë implementuar këto marrëveshje. A e dini sa herë në disa mandate të kaluara kemi pas ministra të arsimit shqiptar, jo zavendës ministra,
por ministrat e arsimit, në 2-3 mandate, kemi pas ministrat të drejtësisë, kemi pas zëvendës ministrat të drejtësisë, kemi pas ministrat të ekonomisë, në 2-3 mandate, shqiptar, kemi pas zëvendës ministrat të punëve të brendshme, kemi pas zëvendës ministrat të mbrojtjes, kemi pas qka kryetar të parlamentit të Maqedonisë. Dhe në atë organin legislativ, ligjvënës, nuk ja dolën këta ti miratojnë ligjet, ti zbatojnë dhe ti implementojnë kërkesat e drejta të shqiptarëve të nënshkruar në marrëveshjen e Ohrit. Pse? Sepse kur hynin në pushtet, kur uleshin atje në Kolltuqe, s'ka bonin? I shikonin interesat personale, bizniset. Nuk ju intereson të ma këtyre se që ndodh në teren me popullin nga i cili ata vinë edhe vetë, që janë bromi i njëjtë. Pra, që ju boni këtyre interesi personal? Interesi personal dhe Kolltuku partijak i bëri vegël të pushtetit, që ata në përmjet bizniseve të fliqta, të pista, ta në përkambin, ta përbuzin, ta shkapërderdhin të drejten e popullit shqiptar autokton në Republikën e Maqedonisë së Veriut. O student të nderua, Zoti ju rujt, Zoti ju dhasht fuqi, Zoti ju dhasht urtësi, Zoti ju dhasht maturi dhe kujdes. Vazhdoni se ju jeni në rrugë të drejtë. Ju jeni në kauzën e drejtë, natyrore, totale, njerëzore, që ju takon natë ditë. Por mos lejoni një gjë. Mos lejoni as ata që janë momentalisht në pushtet, as ata që ishin para në pushtet, e që janë të njëjtët, vetëm i kanë ndryshuar vendet, kariket. Emrat e partive i kanë ndryshuar. Janë të njëjtat figura, mos lejoni që manipulojnë. Ju lutem mosni. Ju do të fitoni. Mbajeni mend. Ju jeni në rrugë për të fituar. Çdo fitore, ajo nuk vjen me njëherë. Ajo pak kërkon kohë, kërkon durim, por besoj se ju i keni të dyja, edhe kohën, edhe durimin, dhe mbi gjitha, ju jeni shumë të urtë dhe ju jeni të mençur. Dhe nuk do të lejoni që këta pensionist, këta të amortizuar total të politikës shqiptare në Maqedoni, që ju manipulojnë. Mos e lejoni këtë. Zoti ju ruaj, Zoti ju dhash suksese. Ju jeni në rrugë të drejtë.